Apeli posaçëm ka vendosur që Zambak Gjoni dhe Arnold Rokaj, dy të arrestuar për sulmin kibernetik ndaj Spakut, të qëndrojnë në qelin deri në përfundim të hetimeve. Gjoni është zyrtari i burgut Vlorës dhe Rokaj ish punonjës i IMT-s. Akuzohen për hakerimin e emailëve të disa prokurorëve dhe shpërndarjen e informacionit të vjedhur te persona të tjerë. Sulmi kibernetik ndodhi në 12 mars dhe Spak reagoi një ditë pas ngjarjes, duke sqaruar se hakerat arritën të merrnin të dhëna nga adresat e emailëve, por nuk mundën të deportojnë në sistemin e brendshëm të sigurisë apo të rrjedhin dosje hetimore. Arrestimi i të dyshuarve u realizua brenda 24 orësh nga ngjarja dhe gjatë hetimeve janë sekuestruar pajisje dhe skedar të shkarkimit. Informacionet e vjedhura u shpërndan te individ të tjerë, përfshirë 2 gazetarë, ish kreun e burgjeve Agim Ismaili dhe Dritan Palnikaj, sekretari i përgjithshëm në Ministrinë e Bujqësisë. Në këtë moment hetimet vijojnë për të zbardhur tërësisht lidhjet e mundshme mes grupeve të përfshira dhe pasojat që mund të kenë këto ndërhyrje kibernetike ndaj sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Kjo ngjarje ka ngritur shqetësim të madh për sigurinë e informacioneve të ndjeshme dhe pasigurinë e institucioneve shtetërore përballë kërcënimeve të tilla.